dhe kjo është pika e parë, po jo më e rëndësishmja. Së dyti duhet të klasifikojmë sipas një graviteti sa pikë në përgjithësi prek mushkëria dhe një nga klasifikimet është që mushkëria ndahet në 20 pjesë dhe për secilën pjesë ne shënojmë 0 kur nuk është e prekur, 1 kur kemi një prekje nga 0 deri në 50% dhe 2 kur ka mbi 50%. Dhe shumatorja e pikëve është shumë e thjeshtë, pra themi 10 nga 40. Kjo nuk është përqindje në vetvete, pra 10 nga 40 tregon një gravitet për prekjen e mushkërive. Dhe ajo që për mjekun klinicistë është më e rëndësishmja, është të themi se në çfarë faze është zhvillimi i Covidit në mushkëri. Pra është në fazën fillestare, është në fazën e zhvillimit të sëmundjes, ka arritur maksimumin. Të gjitha këto pyetje që ju po i shtroni këtu, përgjigjet e tyre përcaktojnë edhe ndikimin në mjekim. Dhe në prognozën e pacientit. Mjeku imezharist në këtë trajtimin e kësaj sëmundje tani merr një rëndësi të dorës së parë, sepse ju jeni syri i infeksionistit apo i pneumonologut. Kjo është e gjithë logjika, që ne duhet jemi një ekip multidisiplinar, ku në fillim fare duhet jetë mjeku biokimist, i cili probabilisht me anë tamponit vendos diagnozën, mjeku imazherist që prek gravitetin e prekjes në mushkëri dhe trajtuesi që është pneumologu, infekcionisti apo reanimatori, që në varësi të ndryshimit të parametrave të organizmit të përcaktojë. Dhe vendos përsëri theksin tek niveli, sepse mund të jetë dhe 10 nga 40 pikë, por në fazën fillestare, dhe ky pacient probabilisht na rëndohet pas një jave, por mund të jetë 10 nga 40 pikë në fazën e regresionit, pra në tërheqjen e sëmundjes, dhe ky pacient mund të mos ketë fare nevojë për mjekim sepse ai tashmë duhet të shëruar. E ka fituar vetë betejën. Kemi patur disa raportime kohët e fundit për vdekje të prekur në moshë 3 dhe kryesisht për shkak të dëmtimit të mushkërisë. Apo jo? Cila është ajo këshilla që do jepni ju atyre që po na dëgjojnë në këtë orë të vonë për shpejtësinë e paraqitjes pranë institucioneve të shëndetësore. Atëherë, probabilisht mjeku i parë i cili duhet të jetë gjithmonë në kontakt me pacientin duhet të jetë mjeku i familjes. Në varësi të ndryshimit të klinikës dhe simptomave të tij, mjeku i familjes duhet ta referojë atë për ekzaminime të ndryshme, biokimike që janë analiza dhe imazherike që është skaneri dhe grafia. Duhet kuptojmë që Covidi sa më shumë vazhdon, kuptohet që nuk është një sëmundje që prek vetëm një organ të vetëm, por është një sëmundje multisistemike. Pra, sot na vijnë pacientë të cilët kanë probleme neurologjike post-Covidi. Pra vjen pacienti i cili na rishfaq dhimbje muskulare dhe vjen për të bërë një ekobargu sepse i dhëmbin veshkat. Apo sot kisha një pacient që i dhimbte këmba dhe mendonte se mund të kishte tromboz në këmbë, ndërkohë që ishte dhimbje muskulare. Pra simptomatologjia post fazës mund të jetë aq e gjerë sa kërkon një trajtim multidisiplinar. Ju mund ta thoni është i përhapur ky mendim i përgjithshëm që shumica e fataliteteve vijnë pikërisht nga dëmtimi i mushkërisë. Dhe duket sikur vdekjet janë për shkak të mushkërisë. Covidi që ka nxjerr jashtë funksionit mushkërinë. Dhe këtu shohim lojë, si më thën, imazherie. Pikërisht, po të shohim në fizpatologjinë e sëmundjes. Fizpatologjia është një sëmundje sistemike, pra ne shohim në mushkëri më të dukshme ndryshimet. Por ndryshime mund ndodhen edhe në zemër, pra një person mund bëhet tromboemboli pulmonare, por mund bëhet edhe infarkt kardiak. Pra mund bëhet edhe një infarkt të zorës. Pra problemet mund të vinë nga probleme ndryshme. Prandaj trajtimi duhet të jetë një trajtim reanimator i pacientit, të trajtojmë të gjithë parametrat të cilat lëvizin nga vlerat e tyre normale. Doktor Skana, edhe një pyetje, ju vini nga një eksperiencë e gjatë edhe në Gjermani, nisur dhe prej saj, përdorimi i shpeshtë i skanerit, a ka probleme tek pacientët? Çfarë do të rekomandoni ju? Ideja është që asnjë ekzaminim imazherik nuk duhet kryhet pa rekomandimin e mjekut. Dhe kur një mjek merr përsipër të rekomandojë një ilaç apo një ekzaminim, sigurisht që përfitimet nga ekzaminimi janë më të mëdha se sa rrishet. Duhet të kuptojmë që skaneri që bëhet për Covidin ka një vlerë rrezatimi të ulët, sepse është vetëm 1 nga 3 faza nëse skaneri do bëhet me kontrast. Dhe indikuar në mënyrën e duhur, rrezatimi nuk është aq i dëmshëm sa ne dëgjojmë dhe kemi frikë në gjuhën e përditshme. Nga ana tjetër nuk ka një dozë totale rrezatimi që të konvertohet në patologji. Pra nuk mund të themi që nëse ti bën 10 skanera, ti shfaq kancer. Në pacientë të ndryshëm mund të mjaftojë një skaner për shfaqur një patologji, por mund të mjaftojë edhe 200 skanerë dhe nuk shfaq asnjë patologji. Është avërsisht si pirja e duhanit, që ne themi që duhani shkakton kancer të mushkërive. Po ka persona që cilët janë edhe 200 vjeç, le të themi, në thonjza, por që asnjëherë nuk kanë pasur dhe ai thotë, po unë gjyshim nuk ka pasur, ka pirë duhan shumë kohë, pra është pak edhe subjektive doza e rrezatimit, nuk ka një dozë fikse për patologji. Në fare kjo është mrekullia e mjekësisë. Një pyetje të fundit që kam unë, fundit ka një dhënë që po bie, si më thënë, numri i rasteve.
A ju rezulton ju kjo nga këndvështrimi juaj? Natyrisht ju nuk jeni një institucion që keni një evidencë. Si shikoni këtë zë? Është në rënje kurba, apo... Ajo që ne duhet kemi shumë kujdes është probabilisht të transmetimi midis njëri tjetrit. Meqense unë mendoj që numri total i pacientëve të cilët e kanë kaluar, ne kemi arritur një numër shumë të madh. Pra, të paktën në muajin nëntor, që u thash ishte piku, një pacient i diagnostikuar mund të shoqërohej me 5 pacientë të tjerë të cilët e mbartin këtë sëmundje, por që nuk e raportonin. Një nga problemet e mos raportimit është dhe problemi jon kulturor si shoqëri, sepse nëse ne i themi mjekut lagjes që ne jemi me Covid, ne duhet karantinohemi. Dhe pjesa më e madhe e pacientëve, duke pasur frikë nga karantinimi në shtëpi, se kanë problem shohin televizor dhe duhet dalin në natyrë, nuk e tregojnë këtë gjë dhe lëvizin në natyrë duke bërë por transmetimi për të tjerët. Dhe në këtë formë unë besoj që ne kemi arritur një numër të madh, po them pjesa më e madhe të njohurve tan, po të dëgjojmë e kanë kaluar një në familjen e tyre Covidin. Kështu që besoj që avash po arrim atë imunizimin e tufës që themi, dhe kjo është një aftësi mbrojtëse, siç është ajo vaksina që me zore presim që të ndodhë në popullat. Është momenti që ta falenderojmë doktor Almir Skanën, faleminderit për shpjegimet tuaja. Ne do të bëjmë sërish një ndërprerje të shkurtër publicitare, me ne do të bashkohet kolegja jon Megi Muhilli për të vazhduar me pjesët e tjera të emisionit. E para prej tyre në lidhjen me Skype me kolegen tashmë të emisionit Java në RTS, Elsa Saka. Mbas një çasti.